Kemi ftuar ekspert mjekësor nga Izraeli për të lënduarit në tragjedinë e Koçanit, por nuk ka fluturime nga atje për shkak të situatës së re atje, kështu që kjo do të shtyhet për një kohë të pacaktuar, ka deklaruar drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Sasho Klekovski. Ai tha se do të vinë ekspert nga Slovenia për të shqyrtuar mundësitë për trajtimin e të lënduarve. Nga trajtimi i djegjeve deri te mushkërit, kujdesi infermior, kujdesi psikosocial, të gjitha këto bien në barën e shtetit. Këto shërbime janë të disponueshme në spitalin në Koçan. Së pari, terapia fizike u transferua në Koçan dhe këtë javë u kryen 10 ndërhyrje me plazmë të pasur me trombocite, me transferimin e ekzaminimeve pulmologjike. Pjesa më e madhe kujdesit shëndetësor do të zhvillohet në spitalin në Koçan. Kemi 10 persona të lënduar që janë në spital dhe kemi 15 persona që duhet u jepën veshje kompresive. Klekovski apeloi që të lënduarit të vazhdojnë trajtimin në Koçan dhe theksoi se të gjitha shpenzimet lidhur me trajtimin e tyre do të mbulohen nga shteti. Ai u kërkoi të lënduarve që të mos shpejtojnë të bëjnë trajtime të shpejta estetike, por të presin shërim më gradual që kërkon kohë.